strukturat e Komisariatit të Policisë Rrugore të Tiranë për javën që janë pas, krahas zbatimit të masave të planit operacional në lidhje me uljen e ngjarjeve rrugore, rritjen e parametrave të sigurisë rrugore, evidentimin dhe ndëshkimin e shkeljeve të cilat janë efekti drejtpërdrajtshëm në lidhje me shkeljen e rregullat të qarkullimit rrugor, si mosvendosja e kasës mbrojtëse, mosvendosja e ripit sigurimit qoftë nga drejtuesit e mjeteve apo nga pasagerët që udhtojnë në to, përdorimi i aparatit celular, respektimi normave të shpejtësisë në qendrat e banuara dhe jashtë qendrave të banuara në segmentet interurbane, ka hartuar një plan të detajuar masash në lidhje dhe me një kategori tjetër siç është këmbësorët apo dhe ciklistët, drejtuesët e patinave të cilët nuk respektojnë dispozitat e kodit rrugor, rregullat e qarkullimit rrugor, referuar në NV 180 dhe 188 të kodit rrugor. Nisur nga fakti që kohët e fundit kemi një shtim të ngjarjeve rrugore ku janë përfshirë këto kategori, strukturat e Komisariatit të Policisë Rrugore kanë hartuar një plan të detajuar masash për evidentimin dhe ndëshkimin e kësaj kategorie. Ne si komisariat apelojmë për gjithë këtë kategori, respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor, të mos kalojnë semaforin kur drita është e kuqe, të ecin në kare gjatë aty ku ato e kanë të dedikuar si korsi për të qarkulluar dhe kryesisht drejtuesit e patinave elektrike të qarkullojnë në korsitë e dedikuara dhe jo të shkelin dispozitat e kodit rrugor, si shpesh ne kemi hasur kohët e fundit. Apelojmë për të gjithë përdoruesit e patinave elektrike dhe ciklistët që në ato segmente rrugore ku mungon korsi e dedikuar për lëvizjen e kësaj kategorie, duhet të qarkullojnë sipas dispozitave dhe NN 180 dhe NN 188 kodit rrugor në krahun ekstrem të Karexhatës në sens të kundërt me lëvizjen e mjeteve për të bërë të mundur parandalimin e ngjarjeve rrugore që të kenë mundësi të shohin mjetet që vinë përballë dhe të shmangin ngjarje rrugore kontaktin me mjetet që qarkullojnë në Karexhat. Krahas masave të marra që si përmendëm, do të vazhdoj aplikimin e masave në lidhje me ekspozimin e mjeteve me mjet ngritës të gjitha mjeteve që janë pushuar në kundërshtim me sinjalistikën vertikale dhe horizontale, kryesisht në trotuare, në rrugkalim këmbësorësh, në vendqendrimet e shërbimit publik, si dhe do të aplikoj dhe masat me dronin për shkelje të cilat cënojnë drejt për drejt sigurinë e përdoruesve të rrugës, siç mund të jetë përdorimi i aparatit celular, mosdhënia e përparësie e këmbësorëve, përshkrimi i Karexhatës së kundërt apo parakalimet e gabuara në afërsitë të kryqëzimeve, të cilat kanë impakt drejt për drejt në lidhje me parametrat e sigurisë rrugore. Vendosja e ripit sigurimit është një ndër elementat që ne do të fokusohemi jo vetëm nga përdoruesit e mjeteve, por dhe te pasagerët të cilët qarkullojnë në këto mjete pa vendosur ripat e sigurimit. Një apel që ne duam të bëjmë është edhe të marrim masa për sistemet e fiksimit në lidhje me fëmijët jo madhor, për shkak sepse po shohim që ka një shtim lëvizjesh në lidhje me këtë kategori dhe qarkullimi te Komisariati i Policisë Rrugore në lidhje me këtë drejtim do të jetë toleranca zero.